Këngëtarja e njohur Violet Kukaj është nëna dhe Njomza Redkoceri është motra e Mal Redkocerit, i cili është një herësh dhe konkurrent në Big Brother Vep Albania 5. Mali së fundmi është bërë temë diskutimi pothuajse në çdo vend, dhe krejt kjo për shkak të paraqitjes së babait të tij në njërin nga prajmet e kaluara të Big Brother Vep Albania 5, i cili kërkoi që të takohej me këngëtarin dhe tha se që më shumë se 7 vite nuk është takuar me të. Por Mali sigurisht me gjithë të drejtën e tij deshi që mos të takohej para kamerave dhe të diskutonte për gjërat që kanë ndodhur në familjen e tyre publikisht, por tha se në rrethana të tjera do ta takoj ku nuk do të ketë kamera, gjë që na bëri të kuptojmë se ai vet nuk do që të bëhet publike historia e familjes së tyre. Ndërsa në anën tjetër, nëna dhe motra e Malit, por edhe vllai i tij i madh, po e suportojnë këngëtarin pa ndërprerje. Madje edhe fansat e tyre janë bërë bashkë dhe po e mbështesin Malin për qëndrimin e tij në Big Brother Vep Albania 5. Sigurisht se një ngjarje e madhe që ka ndodhur në familjen e tyre nuk duan që të bëhet publike, anipse babai i Malit dhe familja e tij disa herë kanë treguar vetëm versionin e tyre duke e lënë fajtore Violetën për ndarjen e saj me Faik. Por nuk e kanë treguar të vërtetën e plot, nga se nëpër rrjetet sociale qarkullojnë shumë komentues që pretendojnë se e dinë shkakun e ndarjes dhe se e thonë të kundërtën që Faiku dhe motrat e tij për Violetën po thonë nëpër paraqitjet e tyre televizive. Vlen të cekim se Violet Kukaj është njëra nga këngëtarët tona ndër më të pëlqyerat dhe ka një karrierë të mbushur me shumë këngë të suksesshme.